Ibn Abi Hatim përcjell hadithin profetik prej Enesit radhiyallahu anhu se kur Yunusi alayhi salam, profeti i Zotit, ndodhej në barkun e balenës dhe e luti Zotin duke thënë la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Atëherë me lajket e dëgjojnë të zë, thonë o Zot, ky është zë i njohur, i cili vjen prej viseve të larta. Dhe Allahu Jalla wa Ala u kthen, a nuk e njihni se cili është? Thonë jo. Thonë ky është zëri i robit tim Yunusit. Thonë me lajket, o Zot, ky është robi yt i cili të thriste ty dhe të lutej ty, edhe që punët e tia janë të pranuara tek ty. Edhe duaja e tij, lutja e tij është e pranuar tek ty. Thot po, Allahu Jalla wa Ala. Thot a nuk e mëshiron për çka i bënte në kohën e mirëqenies, në kohën e bollikut? Pa ta mëshirosh tani në kohën e vështirësisë? Allahu Jalla wa Ala thot po si jo. Edhe urdhëron Allahu i Madhi Zot subhanahu wa taala balenën që ta nxjerrë Yunusin alayhi salam në tokë. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'anin Kerim, e po mos ishte ai për atyre që shumë e përmendnin Zotin e tij, do të ishte në barkun e balenës deri në ditën kur njerëzit ringjallen.